Raundi i dytë i bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës, i zhvilluar në Stamboll, përfundoi pas vetëm një ore, duke lënë pas një memorandum të ri rus që vendos kushte të ashpra për një armpushim të mundshëm. Sipas dokumentit të dorëzuar delegacionit ukrainas, Moska ka paraqitur një sër kërkesash të cilat përfshin mobilizimin e forcave ukrainase dhe heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme në vend si parakusht për çdo marrëveshje paqeje. Në tekstin e dokumentit, Rusia kërkon njohjen formale të 5 rajoneve, Krimes, Donetskut, Luganskut, Zaporizhjes dhe Khersonit, si pjesë të territorit të saj. Po ashtu, Kievi duhet të tërheqë forcat e tij nga këto zona dhe të ndalojë çdo operacion ushtarak në territoret përkatëse, si kusht i domosdoshëm për një armpushim 30 ditor. Sipas burimeve nga agjencitë ruse, TASS dhe RIA Novosti, Rusia ka propozuar 2 opsione për ndalimin e luftimeve. E para, tërheqja e menjëhershme e trupave ukrainase nga 4 rajonet e pushtuara pjesërisht. Dhe e dyta, demobilizimi i ushtrisë ukrainase, heqja e ligjit ushtarak, përjashtimi i forcave të huaja dhe ndalimi i ndihmës ushtarake ndërkombëtare për Kievin, si dhe organizimi i zgjedhjeve në Ukrainë brenda 100 ditësh nga heqja e ligjit ushtarak. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka refuzuar prerazi ofertën e Rusisë, duke cilësuar atë si një përpjekje për të fituar kohë. Ai ka përsirje homologut të tij amerikan Donald Trump, që aktualisht ndodhet në kontakt të drejtë për drejtë me të dy palët, të vendos sanksione të reja ndaj Rusisë për të detyruar Moskën të ndalë përfundimisht agresionin.